Mas fort jo konë në çuditshme, qysh pas ka kësi njerës të armatosën, qysh ko kanë mbledh do burra me bo luft me Serbi burra, përdhen. Se na i na mësu veç të pa makineri serbe, se na në qytet aty këtë shkijet jonë konë asajde. Se isha ma bjes zoti me kapi eri ka lash se ma i forti në bot janë. Për mbi 500 vetë jena nisë për Shqipni, shumë rrugë e zërshme, se ram në për prita, në për u vran njerëzit, u plagosën shumë, edhe minzia dullim edhe dullim në Shqipëri. Ja nisëm të rrit, i bonëm ka 17 vjetë, filloj lufta, edhe na një grup shokëve pipejës, një 50 vetë organizu mu bom bashkë, edhe shku në Glazhan, në kom. Pej Kapeshnicës, e pej Pejës, mbi 50 djemë, për një herë jena shku vullnetar në Glazhan. Kur shku në Glazhan, fillum, u prezentum, kush i kish letër njoftimin e dërzejke të në shtab Glazhanit, edhe fillum mu sistemu me ushtrime, edhe më shku në Shqipni mu armatos. Kështu pra filloj lufta. Le që ishim shumë tri, po na zakonisht qka e natë Pejës, na nuk i kem ditë edhe fshatrat mirë. Për shambullë në Glazhanin kom di veç mas 24 marsit, se s'kom ditë kur që egziston një Glazhan. Edhe shkum aty që shtot, na tregojshin njerëzit qëto shtabi, jena shkum shtab aty në shtab ka pas, më kujtojtë si sot, o konë Shkelzen Haradinaj, kur na jena prezentu aty, jena bo resht, jena arpi peje vullnetar, vishin aty ushtare vullnetar për këtë Kosovës, a përdin, tash ish problem, ka misë se mu krejtë do të kemë ushtru 1 javë, 3-4 ditë dhe me vazhdu me marë armatim. Po më kujtojtë si sot, kur jena shku në shtab aty ka qenë Shkelzen Haradinaj. Edhe ka pas ushtar plot tjerë, edhe Shkelzenit ja ku mësu emnin ma vonë, se s'kom dit as të kush po shkojmë. Veç ashtu që këja në Glazhan edhe si kem njoft në ata njerëz. Mas fort jo konë në çuditshme, qysh pas ka kësi njerëz të armatosën, qysh ko kanë mbledh do burra me bo luft me Serbi burra, përdhen. Se na i na mësu veç të pa makineri serbe, se na në qytet aty këtë shkijet jonë konë asajde. Jonë konë kazermat e shkive në Pej, jonë konë stacionet e policisë, edhe kur shkum atje u befasum që pas ka shqiptar me kallasha, me uniforma, në më thunë, se isha ma bjes zoti me kapi eri kallash se ma i forti në bot janë, që është të kom pas bindjen, shumë interesant, u emocionojshim, edhe e përqafum edhe na ushtrinë shqiptarët Kosovës. Mas parti u sistemum në për do shpijat Glazhanit që na i kishin qelë dyrt për vullnetar, që ku i keni shpijat e juje, me takonit e tyne me buke, me tënët, na pritën shumë superlativ, shumë mirë na pritën. Plus mërën vesh që na pi qytetit, na pak tash kanë menu që na qytetit jem dëbute, kështu edhe na ko gjategër, apo den. Na kam prit mirë, u sistemum në për shpijat Glazhanit, në shumë vende, shtabi ishtë aty kur u qeshim e nxez më bo resht, u bëjshim resht në ngrik ke flamuri, ushtrime, Fatën Zeneli, a i na ka ushtru, o dëshmori kombit, a i në qatë fillim na ka ushtru a i, mas një 4-5 dite erdhë urni me shku në Shqipni mu armatosën, aton të parmatosën me trener, me civil ka që i thojmë na, për që shina njës për shpijave. Edhe, unisëm u bom resht, për mbi 500 vetë jena njës për Shqipni, ishim tri, nuk më ishim as me vetë kush po na prin, as kush po na prin, po ndjena me ushekën në regull jena. Nuk ishtë as me po pytje me kom po shkojmë Shqipni, që shë rruga, ku jënë tënë edhe na. Edhe na shku në Shqipni, kem vënu një ditë e gjysë dhe i kem ri në Tropoj atje, po rrugës na vetë pa provoj edhe ramë prita. Terasa Zogit ramë prit, aty jam vra zisa djem, na gjithmonë halat pa armatosën, a veç të ushtrum ka pak edhe pa armatosën. 500 vetë bëva kjo në konë 10 armatosën. Edhe jena ramë prita për terasa Zogut, po mas që ati udheci që na udheci që ja kom harru emnin, ja dullim dyshysh, i mbledhem do të plagosën, për një shok jemi i ngusht është i Pejës, Arbënosh Zhemojli, a ditë
bashkë kena konë edhe kur jena nisë për pe, jena konë bashkë, u plagos, o duftëm të na mu bo trim me zërë dhe mu bo i fort me zërë, e tërhekem atë arbënorin e qitëm Shqipni, edhe vazhdum më shku në hozajt e tropojës, ku ne armatosën, edhe që shtu ke kjo rukëtim, po ishte shumë rrugë e zërshme, se ram në për prita, në për u vra njerëzit, u plagosën shumë, edhe minëzia dullim edhe dullim Shqipëri. Jo, për me lonë, asë njëherë nuk në ka shku mendja kur, ne u motivum, edhe kur i shishim si shqiptarët e kam parime, kur dëgjeshim për legjendat që ka ndodhë 24 marsin, për atë ta luftar, kur dëgjeshim kush o Ramushi, kush o Shkelzeni, kush o Dauti, kush janë familja Haradinaj, ne që aty mërshim atë inspirimin edhe vullnetin edhe dhe në fund ku janë tonë këta dhe na.